Kjo konferencë ka një vlerë të posaçme për këtë moment të rrugës tonë dhe ka një vlerë të posaçme edhe për të njohur publikun me të gjitha aspektet e masave që qeveria ka ndërmarrë dhe që tani më një pjesë e tyre janë kthyer kanë marrë fuqi ligjore, ndërkohë që një pjesë tjetër do të dalin për konsultim publik pasi janë masa që lidhen me kodin penal. Dhe tërësia e këtyre masave lidhet me atë që e kam paremëruar prej disa kohësh, domosdoshmërinë e ngritjes në një nivel tjetër të përpjekjes për t'i dhënë fund një herë mirë ndërhyrjeve të palishme të gjitha natyrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo është një qasje 360 gradë, besoj, që shtrihet në të gjitha drejtimet e konstatuara si problematike dhe kam bindjen që do të na jap rezultate të konsiderueshme pasi krijon kushtet për një disiplinim më tejshëm të gjithë procesit të ndërtimit dhe jo vetëm lidhur me ndërtimet pa leje, por dhe me ndërtimet me leje që rëndom bëhen shkak për deri edhe situata të vështira për njerëzit që paguajnë për të blerë një shtëpi dhe pastaj hasin gjithfarë lloj pengesash deri edhe pamundësinë për të regjistruar shtëpinë e tyre si pronë të patundshme apo edhe pamundësinë për të hyrë në shtëpi, siç ka ndodhur në disa raste për shkak të konflikteve mes ndërtuesish apo të tjera të kësaj natyre.